Metoda 4 minutësh e Carl Jung që transformon jetën tënde, si të manifestosh çdo dëshirë duke ndryshuar vetëm brendësinë tënde. Të dashur miq, mirë se vini në këtë hapësirë të qetë, ku do të zhytemi thellë në një nga mësimet më të fuqishme dhe më pak të njohura të psikologjisë moderne. Sot do të flasim për një metodë të thjeshtë, por revolucionare, metoda 4 minutësh e Carl Jung për transformimin e jetës. Imagjinoni për një moment, çfarë do të ndodhte nëse fuqia për të ndryshuar të jetën tuaj nuk gjendej te përpjekjet e jashtme, te lodhja e përditshme ose te luftimi i vazhdueshëm me rrethanat? Çfarë do të ndodhte nëse ajo fuqi fshihej tashmë brenda jush, në realitetin psikik të brendshëm, aty ku çdo dëshirë që keni ka ndodhur tashmë në një nivel të thellë? Carl Gustav Jung, një nga mendjet më të mëdha të shekullit të 20, na mëson se universi ynë i jashtëm është vetëm një pasqyrë e asaj që ne jemi brenda. Ai nuk fliste për magji apo iluzione. Ai fliste për realitetin psikik, atë botë të brendshme ku mendja, emocionet dhe pavetdia krijojnë format e jetës sonë të përditshme. Në këtë video do të zbërthejmë hap pas hapi këtë metodë të thjeshtë që mund ta praktikoni çdo natë para gjumit. Do të shihni pse dëshirat tuaja nuk realizohen, si ta ndryshoni perceptimin tuaj, si ta bëni vizualizimin të mishëruar në trup dhe pse heshtja është arma më e fuqishme që keni. Nëse jeni gati të hyni në këtë udhëtim të brendshëm, merrni frymë thellë, uluni rehat dhe lejoni që fjalët e mëposhtme të prekin thellë shpirtin tuaj. Le të fillojmë. Pika 1. Ndryshimi i perceptimit. Problemi i vërtet nuk është jashtë, por brenda. Le të fillojmë me pyetjen themelore. Pse kaq shumë dëshira mbeten të paralizuara? Jung na përgjigjet me një të vërtet të thjeshtë por tronditse, sepse ne i shohim ato si diçka të largët, të jashtme, si një objekt që duhet të arrijmë me mundim. Sipas tij, çdo dëshirë që lind në zemrën tonë, qoftë për dashuri, bollëk, shëndet ose sukses, tashmë ka ndodhur në nivelin psikik. Ajo ekziston si një realitet i plot në pavetdijen tonë. Ne thjesht nuk kemi hyrë ende në frekuencën e duhur për ta përjetuar atë në botën fizike. Mendoni për këtë. Kur dëshiron diçka me tërë qenjen tënde, por e sheh si të ardhme, si diçka që mund të ndodhë një ditë, ti po krijon një hendek midis teje dhe asaj dëshire. Ky hendek është perceptimi yt. Jung na thotë se problemi nuk është mungesa e përpjekjes, por mënyra se si ne e perceptojmë realitetin. Nëse ndihesh sikur dëshira është larg, universi të pasqyron atë ndjesi mungese. Por nëse arrin të ndryshosh perceptimin dhe të ndihesh sikur e zotëron tashmë atë dëshirë, atëherë realiteti i jashtëm nuk ka zgjidhje tjetër veç se të rregullohet sipas teje. Le të thellohemi pak më tej. Jung foli shumë për pavetdijen kolektive dhe arketipet, ato modele të lashta që jetojnë brenda çdo njeriu. Kur ti dëshiron diçka, ajo dëshirë nuk është thjesht një mendim i rastësishëm. Ajo është një thirrje nga thellësia e psikes tënde për t'u bashkuar me një pjesë të vetvetes që tashmë e di se është e plot. Pyetje për ty tani: si e sheh ti dëshirën tënde më të madhe? A e sheh si një ëndër të largët, apo si diçka që tashmë po jeton brenda teje? Nëse përgjigjja është e para, atëherë ky është momenti për të ndryshuar perceptimin. Mos u përpiq ta detyrosh jetën të jap atë që dëshiron. Transformo veten në personin që tashmë e ka atë. Pika 2. Universi është një pasqyrë, ti nuk merr atë që dëshiron, por atë që je. Tani vim te një nga idetë më të fuqishme të Jung. Universi është një pasqyrë. Ai nuk të jep atë që ti dëshiron me fjalë, sepse dëshira e pastër shpesh vjen nga ndjesi mungese. Ai të pasqyron atë që ti je në thellësi të psikes tënde. Nëse brenda teje dominon ndjesi mungese, frike ose pasigurie, atëherë universi do të sjellë më shumë situata që e përforcojnë atë ndjesi. Por nëse ti arrin të ndihesh plotësim, mirënjohje dhe bollëk, edhe nëse ende nuk e sheh atë në botën e jashtme, atëherë realiteti fillon të ndryshojë si me magji. Jung e quante këtë realitet psikik. Ai thoshte se bota e jashtme është vetëm një projekcion i asaj që ndodh brenda. Çdo njeri që takohet, çdo ngjarje që ndodh, është një pasqyrë e pjesëve të pavetdijes që ende nuk i ke integruar. Le të marrim një shembull të thjeshtë por të thellë. Imagjino një person që dëshiron dashuri të vërtetë, por brenda ti ndihet i pavlerë. Ai do të tërheqë partnerë që e reflektojnë atë ndjesi pavlerësie. Por nëse ai fillon të ndihet i plot brenda vetes, sikur dashuria tashmë është aty, atëherë ai do të tërheqë njerëz që pasqyrojnë atë plotësi. Kjo nuk është mendim pozitiv i thjeshtë.
është një ligj psikik. Jung na mëson se ne nuk jemi viktima të rrethanave. Ne jemi krijuesit e realitetit ton përmes gjendjes son të brendshme. Pyet veten, çfarë po pasqyron universi yt sot? Apo të tregon mungesë apo bollëk? Nëse përgjigjja nuk të pëlqen, mos e ndrysho botën e jashtme me forcë. Ndrysho pasqyrën, ndrysho veten brenda. Pika 3. Vizualizimi i mishëruar, jo thjesht të shohësh, por të jesh brenda skenës. Shumë njerëz provojnë vizualizimin, por dështojnë sepse e bëjnë vetëm me mendje. Jung na tregon rrugën e vërtetë, vizualizimi i mishëruar. Nuk mjafton të shohësh një film në mendje si spektator. Duhet të hysh brenda skenës, të jesh personazhi kryesor dhe ta ndjesh me tërë trupin, përshkruaj me detaje. Nëse dëshiron një shtëpi të re, mos e shih vetëm nga jashtë. Hyr brenda. Ndjeje teksturën e drurit të dyshemes nën këmbët e tua, ngrohtësinë e rrezeve të diellit që hyjnë nga dritaret, aromën e kafes në kuzhinë, tingullin e qeshjes së fëmijëve ose të partnerit. Ndjeje lehtësimin në gjoks, paqen në zemër, gëzimin që të mbush trupin. Ky është sekreti. Trupi duhet të përgjigjet me ndjesi fizike. Kur trupi ndjen se dëshira është reale, pavetdia e pranon si fakt të kryer. Jung e lidhte këtë me imagjinatën aktive, një teknikë ku ti jo vetëm imagjinon, por lejon që pavetdia të udhëheqë në një dialog të gjallë me imazhet e brendshme, mos e analizosh me logjik. Mos pyet si do të ndodh. Thjesht lejo trupin të ndjej. Kjo është fuqia e vërtetë, të jesh brenda përvojës, jo jashtë saj. Pika 4. Metoda praktike 4 minutëshe, si ta bësh çdo natë. Tani vim te pjesa praktike, metoda që mund ta fillosh sot. Minuta e parë, gjej një vend të qetë, ulu ose shtriu rehat. Merr frym thellë 5 herë, thithje të ngadalta nga hunda, nxjerrje nga goja. Lëri stresin e ditës të ikë si një re që shpërndahet. Minuta e dytë, pyet veten me zë të brendshëm, nëse dëshira ime do të ishte realizuar tani, si do të ndihesha? Mos u përgjigj me fjalë. Lejo që trupi të përgjigjet me ndjesi, paqe, gëzim, siguri, lehtësi. Minuta e tretë, mishëroje plotësisht. Ndjeje në çdo qelisë të trupit. Je brenda skenës. Lëri emocionet të mbushin pa rezistencë. Minuta e katërt, ankoroje me fuqi. Përsërit në heshtje, me bindje të plot, kjo tashmë ka ndodhur. Kjo është tashmë imja. Faleminderit që është pjesë e realitetit tim. Kjo metodë 4 minutëshe nuk është ritual magjik. Është një mënyrë për të komunikuar drejt për drejt me pavetdijen, atë pjesë të psikes që kontrollon 95% të jetës sonë. Pika 5. Sekreti i heshtjes, vaska hermetike. Një nga pikat më të rëndësishme të Jung është heshtja. Mos i tregoni askujt dëshirat tuaja para se të realizohen. Pse? Sepse të folurit për to zbraz energjinë e nevojshme për manifestim. Fton dyshimin dhe skepticizmin e të tjerëve, i cili si një virus infekton arkitekturën tënde të brendshme. Dhe, më e rëndësishmja, lëshon dopamin të rreme, truri ndihet sikur e ke arritur qëllimin vetëm duke folur, kështu që humbet motivimin e vërtet për ta bërë realitet. Jung e dinte se energjia psikike është e çmuar. Kur e mban brenda, ajo rritet si një forcë e pastër. Kur e derdh jashtë me fjalë, ajo shpërndahet. Prandaj, krijo vaskën hermetike, një hapësirë të mbyllur ku dëshira jote rritet në heshtje dhe fuqi. Pika 6. Fuqia e mirënjohjes para gjumit. Momenti më i fuqishëm është pikërisht para gjumit. Atëherë mendja koshiente ulet dhe subkoshienca hapet plotësisht. Duke përdorur mirënjohjen, faleminderit që kjo është tashmë pjesë e realitetit tim, ti mbjell faren më të thellë në tokën pjellore të pavetdijes. Mirënjohja nuk është thjesht një emocion i bukur. Është një gjendje që e bën pavetdijen të pranojë dëshirën si fakt të kryer. Përfundimi. Të dashur miq, mos u përpiqni të krijoni diçka që nuk ekziston. Transformohuni në gjendjen ku ajo gjë tashmë ekziston brenda jush. Kur ndryshoni brenda, realiteti i jashtëm nuk ka zgjidhje tjetër veç se të rregullohet sipas jush. Filloni sot me metodën 4 minutëshe. Praktikojeni me besnikëri, në heshtje dhe me mirënjohje.
Dhe shikoni si universi fillon të pasqyroj versionin më të plot të jush. Nëse kjo video ju preku, mos harroni të lini një koment me dëshirën tuaj të parë që do të punoni, pa detaje, vetëm një fjalë ose dy. Të pëlqeni dhe të abonoheni për më shumë përmbajtje mbi psikologjinë e thellë dhe transformimin e brendshëm. Faleminderit që ishit këtu. Natën e mirë dhe ëndra të bukura. Ju jeni tashmë në rrugën e dur.